Partia Socialiste e Qarkut Fier, me drejtuese politike Belinda Ballukun, ka reaguar lidhur me arrestimin e një personi që kërkonte të blinte vota për Partinë Demokratike në Lushnjë, me anë të kandidates për deputete të Partisë Socialiste, Kiduina Zaka. Sipas saj, drejtues të Partisë Demokratike Fier po përpiqen të heqin nga vetja përgjegjësinë dhe me këto veprime po përpiqen të justifikojnë humbjen në zgjedhjet e 11 majit dhe fushata nuk është aren shpikjesh dhe intrigash. Partia Socialiste nuk komenton asnjëherë çështje të cilat janë nën hetim nga organet e drejtësisë. Por sot jemi të detyruar të reagojmë për shkak të një deklarate të rreme dhe të ulët të Partisë Demokratike Qarku Fier, po aq të ulët sa edhe veprimet e tyre. Partia Demokratike përpiqet të mbulojë të vërtetën lidhur me arrestimin e një personi, i cili kërkonte të blinte vota për Partinë Demokratike, duke akuzuar policinë e shtetit për skenare të organizuar. Kemi marrë dije sot nga mediat se policia e shtetit ka njoftuar zyrtarisht se pas një kallëzimi të bërë nga një shtetas banor i Bashkisë së Lushnjës, ka arrestuar Marin Lekajn, 38 vjeç, banues në njësinë administrative Hyzgjokaj të Bashkisë Lushnjë, i cili i ka premtuar dhënien e një shumë parash shtetasit kallëzues, duke i kërkuar të votojë për Partinë Demokratike dhe i ka marrë atij kartën e identitetit. Të kapur në krim elektoral, drejtuesit lokal të Partisë Demokratike Fier përpiqen të heqin përgjegjësinë nga vetja, duke hedhur balt mbi të tjerët. Por shqiptarët e dinë mirë se kush janë ata, që për të arritur qëllimet e tyre të mbrapshta, janë gati të vrasin edhe njerëz siç ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara. Ne ju bëjmë thirrje drejtuesve lokal dhe qendror të Partisë Demokratike, të heqin dorë nga këto tentativa kriminale për të prishur procesin zgjedhor, pasi nuk ka asnjë shans të deformojnë vullnetin e popullit shqiptar. Ne e kuptojmë qartë se të gjitha deklaratat e bufit apo sejmenve të tij, si edhe të gjitha veprimet e paprecedenta që po ndërmarrin, janë thjesht dhe vetëm për të justifikuar humbjen historike të 11 majit, për Partinë e Kënetës dhe partitë shkat kioska që kanë hapur për të çorientuar votuesit. Partia Socialiste ju bën thirrje qytetarëve të Lushnjës dhe gjithë Qarkut Fier që të denoncojnë pa frikë çdo tentativë për blerje votash apo krime të tjera elektorale. Fushata elektorale është një moment për shpalosje programesh politike, takime me zgjedhësit, konkurrencë transparente e të ndershme, dhe jo një arenë shpifjesh e intrigash për të pasur zili edhe nga regjisorët e novelash të pasditeve. Kërkojmë nga organet ligjzbatuese që të hetojnë çdo rast të shkeljes së ligjit apo kodit zgjedhor në të gjitha parametrat e tij dhe garantojmë që Partia Socialiste është totalisht e angazhuar për të performuar sipas kornizës ligjore dhe elektorale, pa dëmtuar imazhin e vendit tonë, që ndodhet tashmë në procesin e shumë pritur të antarësimit në Bashkimin Evropian.